prej komunitetit tonë, është vendosur në epiqendër diskutimi për çështjen e kodit etik që është firmosur nga kabineti i ri qeveritari kryesuar nga zoti Rama. Në këtë kod, natyrisht ka dy çështje për të cilat duhet ndajmë edhe mendim të ndryshëm. Së pari, kodi si një dokument është për herë të parë institucionalizimi i normës dhe ndërgjegjës etike në marrëdhënien që administrata e lartë publike, në rastin konkret qeveria, se ndërton dhe implementon në marrëdhënie me qytetarët. Dhe ky është një pozitivitet, se kjo nuk është një sjellje që po rishfaqet në mënyrë të krijuar vetë, por është një model i vazhduar nga qeverisja britanike. Dhe praktikisht deri këtu ndajmë një qëndrim pozitiv. Po nuk janë në kushtet njëjta. Problemi është natyrisht. Në Britani ka qytetërim, ka civilizim dhe njerëzit kanë mundësi të marrin informacione dhe në forma të tjera. Po ky është një hap institucional që nëse centralizohet informacioni e këtë pa mund. Pikërisht tani për nene të veçanta të këtij kodi etik, se dhe kodi etik që kemi ne si gazetar është ripar dy herë. Së pari, për herë të parë është publikuar dhe është dakorduar që kodi etikës në mediat shqiptare të qarkullohet dhe të publikohet në vitin 1996, dhe pastaj për shkak të zhvillimeve që mori media dhe sidomos realitetet e reja që u krijuan në marrëdhënien midis mediave dhe qytetarëve dhe grupeve të interesit dhe institucioneve dhe politikës dhe ndryshimeve demokratike që pati vendi, e bën të domosdoshme që ta amendoi kodi etik i gazetarëve dhe në vitin 2007 u ripa dhe mirë, po problemi është që ky kod nuk respektohet sot sepse nuk ka institucione dhe mekanizma ekzekutiv që në momentin një gazetar, një botues, një kryeredaktor, një drejtor, një reporter e thyen dhe shkel kodin etik, ai nuk penalizohet siç ndodh në vendet e standardit europian. Në qoftë se një gazetar në mediat europiane cënon kodin etik, ai penalizohet. Dhe nuk është çështje se merr penalitete me burr, por merr penalitete së pari profesionale. Në Itali fqinje që edhe pse nuk konsiderohet një vend që ka modelet më të shkëlqyera për shkak se funksionon urdhri i gazetarit, në momentin që përdhoset edhe shkelet kodi etikës, penalitetet fillojnë deri në një vit penalitet për heqjen e së drejtës së ushtrimit të profesionit. Për të mos fol pastaj për prerogativa të tjera të cilat natyrisht janë të respektuara, sepse kur vendos urdhri i gazetarit nuk ka më diskutim. Dhe nuk bën reagime që të politizojnë edhe vendimarrjen e kolektivit, domethënë të stafit apo të institucioneve vetë rregulluese që ka komuniteti gazetarëve. Në Shqipëri ne kemi një rast të parë që kërkohet të modelohet dhe të implementohet një kod etik. Këtu personalisht e kam parë me skepticizëm kur ka reaguar opozita e para, sepse ndodh gjithmonë them mos është një çështje politike dhe të mos bijmë edhe ne në këtë shërbes politike. Mirë, po kur jam njohur me tekstin dhe me draftin real për nenin që flet drejt për së drejti, për mënyrën se si duhet të komunikojnë ministrit, qeveria me media, ne kemi arritur në konkluzionin që këtu kemi të bëjmë me një akt që e centralizon të drejtën e marrjes dhe dhënies së informacionit. Dhe kjo pastaj sipas shkrimeve tona, natyrisht jo. Natyrisht dhe prandaj për këtë gjë do të fillojnë negociatat që sepse ky nuk është një kod që ka kaluar nga parlamenti dhe tani është vështirë për të nisur procedura amenduese. Jo, ky është një kod që është një kod pune në një lloj kuptimi, që dhe mund të negociohet. Dhe ne të jemi dhe bile unë këtë për herë parë e artikuloj këtu dhe shpreh në emër të Unionit Gazetarëve, që ne do të nisim biles para 3-4 ditësh, ne jemi shprehur publikisht që do të formulojmë një promemorje, një memorandum për të gjitha çështjet që kemi ne, dhe këtu nuk janë vetëm çështjet e kodit etikës, por janë çështjet tona që kemi ne, çështjet e pagave, çështjet e informalitetit, çështjet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, çështjet e kontratave etj që janë çështje